Është koha e mesditës, koha e të zbihut, një paraqitje si reagim për të gjithë turkofilat që shfaqin haptas shqiptarofobin kundër qenjes biologjike shqiptare në Shkup. Du me tregu, s'kum desht me tregu asnjëherë jetën time private dhe profesionale, por e kam pa tjetër me tregu punën e Islamska Zajednicës Bashkisë Islame të Maqedonisë. Tani më keni kuptu edhe me bë dallimin çka është fe dhe çka është besim, domethënë unë si imam i shqiptarëve referencë kam Kur'anin e nuk e kam Islamin. Ata që e kanë referencë Islamin nuk e kanë referencë Kur'anin, i kanë referencë librat dhe fenë e Bagdadit. As nuk e kanë referencë profetin Muhammed, se Muhammedi është Kurani dhe Kurani është Muhammed dhe jo Buhariu, Ibn Majah, Tirmidhiu, kështu me radhë. Cila është përvoja ime me Islamska Zajednicën Bashkinë Fetare Islame? Si familjar, si fes ne kemi respektu dhe i respektojmë të gjithë ata që i flasin punë të hajrit, punë të mira, për me mësu Kuranin. Dhe familja jame është një prej të parëve që ne kemi ndihmu të gjithë teologët dhe të gjithë veprimtarët shqiptar që e kanë desh shqiptarin. Prova ka sa dush. Kanë diku, nuk e di as vetë si më ka marrë djalja Hoxhës në vitin 1975. Ajo është bojë ndjerë, sheki, ka vdek para një vjetë e aty, ka vdek në Gjermani, pa të marrën, pa të quta aga mensor me mësu Kuranin. Unë i kom pas vetëm 9 vjetë. Jam kom pak ma i ri se sot që është djalë jam sot jone dhe mu pat tokë interesant dhe fillova ta mësoj Kuranin atë dhe pastaj bona hat me ta aga mensor, edhe aga mensor është bojë ndjerë. Zakonisht ne kemi disa tradita, rrjedhi për një familjes, nona eme ka qenë pak fetare në atë stilin kushtimisht ta quaj pa shkollim. Unë kom desh të bëhem sportist, po më kanë interesu gjërat që kanë të bojnë me eskatologjin, me që i thojnë me ditë e fundit kiametit, si sot më kujtohet, dy gjëra që i majnë men shumë bukur, që mi ka pas thonë e ndjera nona ime, se do të prehet kingjin në Bagdad, dhe gjoki ka marrë në Sarajevo. Për ku e kanë dëgjua jo, unë nuk e di, dhe tjetra, biro sultani, Sultan Osmani, ka po hondër se krejt tokën e Zotit ka me bo me xhami dhe me minare. Dhe më thonë, ne krejt e kemi ka një histori tonën. Nona e nonës si ime është prej jabullqishte. To që ka janë këto e din ko është jabullqishta dhe baba i saj e ka pas emrin Nureddin. Dhe Nureddini ka vdek në Yemen duke liftu dinsëzat e Yemenit kodër të perandorisë Osmane. Kam një shkrem kur e baj dallimin mes loti i gjyshës dhe loti i lokës. Lokja e më është prej Kabashit, dhe më thonë nona e babës, asoja kanë mytë sërt babën dhe mi gjallardë në Kabash. Kabash të vitins. Dhe lokja ma tregon të rrëfimin se si i kanë marrë prej shtëpisë dhe i kanë pushkatu, i kanë mbyt. Sërbët, ushtria sërbe, babën e saj dhe mi gjallardë e saj. Mirë po gjysha, kur të regoj ke historinë duke shku si të vegjën jabullqisht, maleve të jabullqisht, e ndike vetë në krenar, se baba e vetë ka qenë ushtarak dhe oficeri perandorisë Osmanit që ka shku me liftu dinsëzat e Yemenit që për i liftojnë sot gjithashtu Arabia Saudike. Tjetra pra,
kjo ka qenë ndikimi dhe une jam regjistruar me adresën Alaudin Prishtinë, kuptohet për shkak të lidhjeve tona që i kem pas mirë me to lok që i kemi respektu dhe i kemi nderu. Pastaj, gjithashtu, po ta fotin shkoj edhe në Egjipt në Kairo, në vitin 1984, dhe kur jam kthy këtu në vitin 1991 themelu një farë lidhje rinis islame, unë prej atëherit jam kundërshtari i tyre, në sytë e tyre unë jam armik i tyre që duan të shndrojnë shkupin në Gazat Palestinës. O shumë e vërtet se jam një nga ata që i kumpërzon prej Bashkisë Islame në vitin 1992. Sot ato në Bashkinë Islame i keni kam kreç dhe e dirigjojnë lojën anti-shqiptare. Në vitin 1992, me fakte dhe prova dhe argumente, i tër establishmenti i shtetit të atëhershëm të sapo formuar dhe të pavarur të Maqedonisë u çun kundra meje, kundra Musa Lamallarit. Ta e din krejt, por e heshtin. Nëse ka ndonjë që është persekutu dhe terrorizu nga Bashkia Islame dhe nuk është pranuar punë nga Bashkia Islame, është Musa Lamallari, vetëm pse kum thonë jam shqiptar. Vetëm pse kum thonë jam shqiptar, nuk jam musliman. E keni qorta, jo, kjo është e vërtet, argumentume, i keni shkrimet në Nova Makedonia, gazetari që e ka bëhat me urdhër shërbimeve të atëhershme është Pande Xhambazovski. Këto meqte mim, pa të thonë tim, po na krijon shumë probleme me shtetin. Shumë probleme me shtetin, edhe me torbesht, edhe me turk bilmezat. Edhe unë i thash, okej, në rregull, unë ju kam shok. Besimi është shpirtëror, është i lirë, nuk është patjetër me qenë pjesë e Bashkisë Islame. Pranova me të ndjerin Recep Nureddinin e Sfilarës, tha, apo bosh imam të xhamia Haxhionës, edhe se kemi met pa imam, edhe atu falshin 3 vakte. Se kjo 5 vakte është vonë. Kanë rënë me mu, që nuk din me spjegu askur, pas nesa të se besojnë Kur'anin, edhin. Atë janë turkofila, shqiptarofoba. Adin, edhe kanë probleme edhe me adën, me shqiptari. Edhe unë për që ti pa ta shku, për në atë xhami janë konë shumë intelektual nga Kosova, kanë orë atë me aktivitete dhe i ktheva i bona nga 3 vakte, i bona 5. Unë jam ai rrotësome që kum nxjerr lejen për atë xhami. Unë, jo Bashkia Islame. Unë imami i shqiptarëve. Kallzoni edhe Ali Ahmedit, edhe nxonësit tizet me gjitit, se u konë nxansë atëherë. Një vjet neta, edhe pas të shkova një bullqishte e dojt e nonës, edhe ato majtën 1 vjet, dhe bona një thirrje të Zotit, thash, Zot, bëne helaq Kirën dhe Fërçkovskin, dhe në vitin 1994, Kirës i bon atentat. Do shokët me janë kanë akuzu atëherë për atë punë, por ne jemi shumë paqdashës. Dhe ju turkofila dhe shqiptarofob, une, po ju tham, ne jemi paqdashës. Nëse nuk na doni si shqiptar, shëni punë të juve. Bashkia Islame është qerdhe dhe organizat terroriste që i ndërsen njerëzit kundër shqiptarve. Leret që ka ndërtu sistem paralel, unë s'kam punë me Bashkinë Islame, as kam antarësi dhe i friksoj njerëzit me vorre, me xhenoze, me vdekje. Faktikisht e kanë biznis, po atë biznis shqiptari si unë, në eme ka vorrin Batinc, jam vorret bleme. Ka pagu baba em, por në nënteme me shtim vorr Batincës, jo të Bashkisë Islame, të Islam s'ka zajednicës, e këni qorda ju. Kalzëni ati Romit, ajo është Rom, i brankës që del me kurva në për, me kurva që del,
mirët i drejton letër Bashkisë Islame. Po ç'lidhje ka Tim Shkupi me xhamia? Prej 95-s e din gjithë se Tim Shkupi s'ka të bajë me Bashkinë Islame. Po ju kum respektu, po ju kum ndihmu, po kum pas shef me ju po mirë. Se jam pas dashës, kum pas shef me ju po mirë. Mo ju, nuk e qoni mirë në dëmet veti. Qka ka një shqiptar si Tim Shkupi dhe shqiptar tjerë të rinjët dhe të rejat me punë të juve ka hari? Qka janë një shqiptarit, qka ka thonë Imam Maliki, Imam Shafia, Imam Hambeli apo Ibnushi? Fare në nuk mirë një ma atë punë. Pra, une e besoj referencia kam Kur'anin se me ta jam marrë që 20 vjetë. Nëse juve ju kanë mashtru, mu s'munden më mashtru. Mu s'munden më mashtru, se unë kum su. Nuk janë pregadit të ne, ju kum thonë se kam i lonë pa punë. Unë nuk mirëna me thashe thëme, unë nuk mirëna me shpifje. Bashkia Islame është një sikur që është organizata ime e regjistrume në Shkup, me vull. Lëvizja bota shqiptare është organizat njëjtë sikur që është Bashkia Islame. Pse ti e imagjinon Bashkinë Islame se është mbetorin turka, osmanik, e gabim. Në realitet organizimi i Bashkive Islame është pjellë e shkollës Nikola Pashiqit. Shumë është e vërtet. Organizimi dhe vakëfet janë shtetit, nuk janë Bashkisë Islame. Ato janë të uzurpuara nga hoxhallar, se ne kemi toleru mi uzurpu ato vende. Teatri i fëmijëve nuk është pronë e Bashkisë Islame, po Fatmir Besimi i BDI-s ja ka dhonë Bashkisë Islame. Dhe me dhonë pronën publike, shoqërore, qytetarëve të shtetit Maqedonisë, ja ka dhonë hoxhallarve. Lere që kanë ndërtu një sistem paralel hoxhallar, që ne nuk përfitojmë kur gjon, si qytetar, pavarësisht a janë shqiptar, a janë Maqedona, janë turq, a janë tërbesh, por kanë fillu me dëpërtu edhe në institucionet laike me dominu. Me dominu edhe më të gjiku, më të aprek lirien, sigurien, lëvizjen, qarkullim. Ku shkruan kjo? Ku shkruan kjo? Tim Shkupi dimi respektu se cilin besimtar pavarësisht çfarë besimi ka. Pse unë besim, referencë kam Kur'anin, unë nuk e gjikoj tjetrin. Por unë si shqiptar e marrë dhe lexoj. Kur kun nuk shkruan në Kur'an, kur kun be nuk e keni në Kur'an, se ne duhet me respektu hoxhallar. Apo priftat. Kur kun hiç. Tash kanë me thonë ka bazament. Po be unë e këthem, edhe ti, edhe unë, se cili, edhe ato që kanë vdekë, edhe ato që kanë marrë, të gjithë dhekrin e tyre e gjenë në numrat e Kur'anit. Po sa vetë për juve e dini Kur'anin? Sa vetë për juve keni lexu Kur'anin? Sa vetë për juve e dini se surja e parë e Kur'anit nuk fillon me fe. Surja e parë e Kur'anit fillon me besim. Besimi është fjallë e Shqipës, po çfarë ju kam unë se gjuha Shqipe i zbërthem fjallë. Dhe me thonë me besim, me siguri, ilah nuk e ka shpik Tim Shkupi, ilah me besim të ilahi gjithë më sheshme më shqiplot. E keni qarta jo. Mini herë ki elhamd, hamdi është për ilahin. Kush është ilahi? E marrë mi vesh, Rahmani dhe Rahimi. Ha? Pastaj Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës borxheve. Sunduesi ditës borxheve, ne jemi të gjithë borxhli, se të gjithë kemi marrë amanet dhe të gjithë Zoti na ka kriju për menjëherë kur i ka kriju shpirtrat. Dhe unë në botën e dashmis, të zelit, e ku marrë me dalë në këtë kohë dhe mi thonë vetit shqiptar, dhe unë gjikona të Zoti, a kom qenë shqiptari mirë, apo shqiptari keq. Dhe kur vim të borxhi dejn, a ka borxh më të madh se sa borxhi i nanës? Kerma F.
fetus, fekondim, fjalë, foshnje, në rënditje të Shqipës, të atyre burrave që janë mbledh manastir, është me numrin 9. Ne e kemi një fjalë, themi për nënën. Në gjuhën e Kuranit është për nënën. Në gjuhën hebreje është për nënën. Mirë po në gjuhën e arabishfaqve sodit dhe të hebrejve, nëse vendoni më përpara, të ne bëhet mëm, të ta bëhet mim. Mim, s'ka kuptim. Kurse në Shqip ka kuptim mëm. Dhe vjen dhëja, cila në rënditje me numër është gjerë ma dhë. Multiple domains. Dhul arshil me gjid. Kështën lek. Me desh kalzoj. Pra mëm dheu është në Shqip. Imam është në Shqip. Nuk jam imam i muslimanve. Unë jam imam i shqiptarve. Unë ju dëshiroj çdo gjatë mirë muslimanve. Inshallah kur njëherë nuk kanë ngrindje ndërmjet veti dhe e çojnë mirë, por mos mirë me shqiptar. Pse ne jemi pak në Maqedoni, nuk do të thotë që ju muni mu çu pesh. Se ne jemi këtu. E keni qorta jo në vendin ton, ku na u prek kërthinza. Ky është reagimi jem. Edhe bani të fal ati se oferta një bitcoin e gjins u konë? Një bitcoin e gjins, pra me të kalon, kam baru. Mos u mirë me thash e thome, sekretari i lëvizjes bota shqiptare, është Dalmat Sejdiu në Chicago, nuk është në Novi Sad. Drejtori i sigurisë në departamentin e imamit, Bekimi Meri, është në New York. Kryetari i LBSH është Arjan Basha në Zvicër dhe Kosovë. Marinela, drejtoreshe grave në kodrë të lëvizjes bota shqiptare, është në Gjermani. A keni qafë? Drejtori tjetër për Kuran dhe Bibel, Artan Farruki, kodrë departamentit të imamit, gjithashtu është në Gjermani. Ili Poja, Kevin Poja, është drejtor i departamentit të imami për kontakte me Bashkimin Evropian dhe përfaqësuesi për hershëm në Selinë e Shenjtë. A do një halom ju tregu drejtoritë e mia? Po çka ju kam fajë pse vjedhni e nuk dini me punu? Çfarë ju kam unë? Ç'pun keni ju me lëvizjen bota shqiptare? Ju devila, ju ignorant xahila, që nuk dini me jetun dhe bashkë jetu me të tjerët, dhe ju keni shpall luft 7 milion shqiptarve. 7 milion shqiptarve, o ti thuje shqiptar, si tu shje shqiptar, s'ki problem me mu. Ti prek lëvizjen teme ka heqon. Unë erdha prej Londrës erdha largova. Kanë dhe largova ba të? Gruevskin. Ba pruna Zaevin për shtet. E keni të qorda jo. Unë kur danë fotografime në njerit madhë komisionati për cili mesazhe. Ju s'dini mi kuptu edhe mesazhe, do një mu marrë me Tim Shkupi. Me lëvizjen bota shqiptare që është gjithandej. Kështu që, ju që jeni me neve, me të vërtetën, me hakun, jeni me neve derin ditë kiametit, derin ditën e krismave. Nesër është dita e madhe, dita e kremtës madhe, dita e krye herojit, trimit legendar, kallzoni ati Adnan Azizoglut. Bujrum e jam Prishtin, ta festojmë Sultan Mahmutin tan, si e ka rreh bëthës Gjergj Kastrioti, betejat e ti në shekullin e 15, se Selia dëgjallit e shejtonit është Konstantinopoja, e jo Kruja dhe Shqipnia. Ju përshëndes nga Shkupi dhe shihemi nesër në Prishtinë.